Në këtë edicion do të ndiqni. Shqiptarët në të gjitha vendet shqipfolëse festojnë sot festën e flamurit. Në Gjakov është promovuar sot libri monografik Xhamia e Sulejman Hadum Agës i autorit Agron Muçaku. Në ditën e flamurit në Gjakov u mbaj turneu ndërkombëtar Open Muay Thai Kosovo në nderim të veprimtarit Smail Haradinaj. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në Vlorë sot është mbajtur ceremonia shtetërore e ditës së pavarësisë, një nga momentet më të rëndësishme të manifestimeve të 28 nëntorit, ndërsa veteranë dhe përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës bën homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Shqipëria sot shënon 113 vjetorin e pavarësisë dhe nderon ditën e flamurit kombëtar, simboli i rrugtimit historik, i sfidave të përballuara dhe i vlerave që bashkojnë shqiptarët kudo që ndodhen. Pranë monumentit të pavarësisë në Vlorë u zhvillua sot ceremonia ngritjes së flamurit me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë. Në ceremoninë festive, krahas presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, ishte e pranishme edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila tha se sot kur jemi pranë këtij flamuri, nderojmë jo vetëm ditën e pavarësisë së Shqipërisë, por edhe sakrificën e gjithë kombit, nga Vlora në Prishtinë, nga Shkodra në Shkup, në Mitrovic, Presheve, Ulqin e në Mërgate, kudo që rrej zemra shqiptare. Ky flamur është historia jone përbashkët, simboli që na bashkoi në ditët më të vështira dhe që na udhëheq sot drejt një të ardhme evropiane. Festa e flamurit u shënua me shumë aktivitete edhe në Kosovë. Veteranë dhe përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës bën homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Kryetari i OVL-UÇK-s Hysni Gucati tha se këto festa të nëntorit janë të mangëta pa krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këto festa ne e dim që të mangët, parasysh se ne i kemi krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Hag pa drejtësisht këtu duke mbajtur atje, nga një gjykatë, si ja ka vlerë disa gjykatë, po ja që na ndodhë kjo neve dhe ne shpresojmë dhe besojmë se në vitin e ardhshëm do t'i presim këtu festa bashkërisht me ta. Festa 28 nëntorit shënon edhe daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pavarësinë e Shqipërisë dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. E pikërisht sot ish presidenti Hashim Thaçi, duke shprehur revoltën e tij për mbajtjen e seancës me 28 nëntor, ka uruar të gjithë shqiptarët për ditën e flamurit. Ky reagim ndodhi në konferencën përgatitore në çështjen ndaj tij, e cila po mbahet pranë dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përshkruar 28 nëntorin si datën që përmbledh fatin historik të kombit shqiptar, duke e cilësuar atë boshtin e pashkëputshëm të rrugëtimit ton drejt lirisë dhe shtetësisë. Në urimin e tij për ditën e flamurit, ai tha se kjo datë është një shenjë e kalendarit kombëtar, duke u ndërlidhur me 3 momente kyçe të historisë shqiptare: ngritjen e flamurit nga Skënderbeu në Krujë në vitin 1443, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë me 1912 dhe lindjen e komandantit të UÇK-s Adem Jashari në vitin 1955. Kujtojmë se në shpalljen e pavarësisë morën pjesë 83 delegatë nga të gjitha trevat shqiptare, por 40 ishin firmëtarët që nënshkruan aktin e pavarësisë së Shqipërisë.
Në të gjitha vendet shqipfolse sot, kudo është festuar festa e flamurit, përmes aktiviteteve dhe simbolikave të ndryshme. E në shënim të kësaj dite, ekipi ynë ka siguruar opinionet e disa qytetarëve, se cili është emocioni tyre në këtë ditë feste, dhe çfarë duan të përcjellin përmes mikrofonit ton sot. Në gjitha rrugët e qytetit të Gjakovës, sot po valojnë ngjyrat e kuqezi. 28 nëntori, dita e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, ka sjellë atmosferë festive në çdo cep të qytetit. Qytetarët të gjitha moshave kanë dalë për të shënuar këtë ditë historike, duke mbajtur flamuj e simbole tjera kombëtare, me qëllim që festa të merr kuptim. Gjithë shqiptarës, gjithë ka janë. Urime, e inshallah për shumë mot, e inshallah bëhet më mirë të na. A dole me festu ti sot? Po, jam dalë. Shumë me po. Si po duket atmosfera në Gjakovë? Ma dopt. E sheni edhe vetë, tash ka gjithje për tjetë dopt ta shumë. Shumë dopt. 28 nëntori është festa për gjithë shqiptarët, ku ndodhemi në botë. Edhe kjo është festa jonë ma e dashur, ma përfaqësuese, ma përmbledhëse. Me këtë rastu, uroj kështu për gjithë shqiptarët që t'jemi mirë, ma të bashkuar, ma të mirë kuptuar. A dole me festu sot? Po, u takova me një dy shok të moshës time, kështu që... Si po duket atmosfera në qytetin e Gjakovës? Po, është pak e zynë, po nështë mas dite do jetë pak ma mirë. Presim mirë, ma mirë më botën e herët. A dulet me festu pak? Imi dalë me festu, kësmet. Imi dalë me festu. Ta festojnë të në sbashti. Duhet për që ditë gjithë shka me bo. Atmosfera festive në Gjakovë pritet të vazhdoj edhe në orët e mbrëmjes. Prej disa vitesh, publikimi i listave të veteranëve të UÇK-s ka sjellë reagime dhe skandale të mëdha jo vetëm për numrin e pasakt, por edhe për përfshirjen e emrave të disa personave, të cilët asnjëherë nuk ka qenë pjesë e lëvizjeve ushtarake. E për këtë dukuri, edhe Mediumi Ynë ka raportuar disa herë, me qëllim të mbrojtjes së dinjitetit të ushtarëve të vërtetë. Publikimi i listave të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës prej vitësh ka sjellë reagime diskutime të shumta. Madje shumë prej tyre janë shoqëruar edhe me skandale jo vetëm për numrin e pasakt të veteranëve, por edhe për përfshirjen e personave të shumt për të cilët shumë shpesh është argumentuar se nuk kanë qenë pjesë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këtë problematikë edhe Mediumi Ynë shumë shpesh ka raportuar duke u përpjekur të prezantojë kontributin e drejtë të ushtarëve të vërtetë të luftës së UÇK-s. Një nga raportimet e fundit ishte edhe rasti i djeshëm kur një qytetar i arrestuar në Serbi deklaroi se ishte veteran i UÇK-s, por nga organizata e veteranëve të UÇK-s në zonën e Hasit e mohuan një gjë të tillë. Na kena pas disa raste tillura në Has. Ka qenë edhe vitin e kaluar, po i njëjti rast, i cili është arrestuar në status, të cilën edhe mua më kanë akuzuar goxha shumë njerëz se unë po spekuloj se X personi që bot fjoll vitin e kaluar që liru, gëzën status. Kështu që na kishim pasqyrë në organizatë që ekziston, e ka një status, që që ka marrë, për edhime dhe na krejt, për i këty në farë seksera e grupo jo të ndershme. Po, unë jem kontakt me familjarët e tine. Fryrja e listave të veteranëve është kundërshtuar jo rrallë edhe nga komisionet dhe përfaqësuesit e zonave të ndryshme luftarake. Sipas raportimeve të pavarura, shpesh pas luftës janë krijuar lista me veteran që nuk kanë marrë pjesë në betejat për liri, por kanë krijuar lidhje familjare ose politike që u mundsuan njohjen si veteran. Kjo situatë viteve të fundit po vlerësohet si problem në vete, jo vetëm për integritetin moral të statusit veteran, por edhe për buxhetin publik për ndarjen reale të ndihmave dhe pensioneve. Kujtojmë se Kosova ka përfunduar luftën para 26 viteve, përderisa ende rritet vazhdimisht numri i veteranëve të UÇK-s. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tetor 2025 numri i përgjithshëm i veteranëve të UÇK-s që kanë përfituar nga skemat sociale ka arritur në 37.094, përderisa një vit më parë, në tetor të vitit 2024, ka qenë 36.929. Në ish kombinatin bujqësor e Reniku në zonën industriale në Jahoc të Gjakovës,
do të ndërtohet fabrika e municionit. Tashmë është miratuar edhe kërkesa për shpronësim të pronave, gjë që i hap rrugë ndërtimit të fabrikës së municioneve e para e këtij lloji në Republikën e Kosovës. Fabrika municioneve do të ndërtohet në ish kombinatin bujqësor Reniku në zonën industriale në Jahoc të Gjakovës. Tashmë është miratuar kërkesa për shpronësim të pronave, gjë që i hap rrugën ndërtimit të fabrikës së municioneve, e cila është e para këtij lloji në Republikën e Kosovës. Synimi i këtij investimi është të shërbejë ushtrisë së Kosovës si dhe të rritët siguria kapacitetet profesionale të ushtrisë. Rreth 1 miliard euro planifikohet të investohen në ndërtimin e kësaj fabrike, për të cilën tashmë ka kontratën nënshkruar dhe çështjeve tjera që lidhen me sigurinë e vendit. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municioneve, kjo zonë do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë, me të cilët nga qeveria kanë thënë se janë në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosova. Për një shëndet të mirë, njeriu duhet ta ketë një harmoni shpirtërore e në rast se individi përballet me kundërshtime të brendshme, atëherë funksionimi i mirë i organizmit mund të pengohet. Kështu është shprehur kirurgu torakal shqiptar Demaçi. Ai gjithashtu tha se përpos ushqimit kualitativ, rol shumë të madh për një shëndet të mirë luan edhe lëvizja e rregullt. Që organizmi të funksionojë siç duhet, njeriu duhet të gjejë harmoninë shpirtërore. Në rast se individi përballet me kundërshtime të brendshme, atëherë funksionimi i mirë i organizmit mund të pengohet. Kështu është shprehur në emisionin Med Plus kirurgu torakal profesor doktor shqiptar Demaçi, duke ndarë këshilla për të pasur shëndet më të mirë. Për një shëndet të mirë, njeriu duhet ta ketë një harmoni shpirtërore, e cila mundëson që të ketë edhe harmoni edhe materiale, mundëson të ketë harmoni familjare. Edhe njeriu është më i qetë, pastaj edhe si i qetë nuk e pengon organizmin e tij që të funksionojë për te. Nëse njeriu ka kundërshtime të brendshme, atëherë ai e pengon organizmin të funksionojë si duhet. Pra duhet ta lër organizmin të funksionojë si duhet, duhet të gjejmë një harmoni shpirtërore, fizike, që me mujt me e gëzu shëndetin. Kirurgu Demaçi tutje ka thënë se përpos ushqimit kualitativ, rol shumë të madh për një shëndet të mirë luan edhe lëvizja e rregullt. Përpos ushqimit kualitativ, lëvizja duhet të jetë lëvizja e rregullt, s'do të thotë të bëj ushtrime, palestra të rënda, por palestër e mirë është edhe palestër në thojza është edhe një ecje e mirë, një ecje e rregullt. Shumë mirë. Ecje e rregullt në ajër të pastër, do thotë lëvizje të lehta, do thotë ato do të mjaftojnë që do thotë të qarkullojë gjaku. Kur qarkullon gjaku, atëherë furnizon edhe trurin më mirë me oksigjen, me nutrient, me materiale ushqyese, të cilat truri është dirigjenti kryesor, i cili pastaj do t'i dirigjojë edhe qelizat tjera, edhe e mban organizmin në një harmoni, në një balaspesh të rëndësishme për me mujt me e jetu jetën që na ka dhënë natyra. Mes tjerash, doktori Demaçi tha se kur njeriu gëzon harmoninë shpirtërore, shëndeti i tij do të jetë i mirë dhe nuk do të ketë nevojë për përdorim të madh të ilaçeve të ndryshme. Operacionet tona kryesisht Në ditën e flamurit është promovuar libri monografik Xhamia e Sulejman Hadum Agës, shkruar nga Agron Muçaku. Kjo ngjarje kulturore u mbajt edhe në shënim të 20 vjetorit të rihapjes së xhamisë. Është promovuar sot monografia Xhamia e Sulejman Hadum Agës e autorit Agron Muçaku me rastin e 430 vjetorit të ndërtimit të xhamisë së Hadumit në Gjakov. Në hapje të promovimit, profesor doktor Uzdi Sefa tha se është kënaqësi që në nder të fesës kombëtare po promovohet një vepër e tillë me shumë vlerë kulturore. Pse nëntori? Sepse nëntori mban në kujtesë jo vetëm lavdin e flamurit,
por edhe rikthimin në jetë të kësaj bukuroshe të Gjakovës, e cila 20 vite më parë, pas garantimeve dhe tentimeve barbare për ta zhdukur u ringrit sërish si dëshmi se Gjakova ditë plagoset, por di edhe të ringritet. Për arkitekturën e xhamisë foli arkitekti Xhelal Hoxha, i cili vuri në dukje rëndësinë e këtij objekti si monument historik dhe fetar. Në përcaktimin e shkruajtjes së historisë nga arkitektura i kemi dy koncepte. Kur një objekt arkitektonik e man vulën e rëndësisë historike si objekt arkitektonik, për përmbajtjen arkitektonike, për stilin, kohën në cilën është ndërtuar, dhe komponenta e dytë rëndësisë historike të një objekti arkitektonik është kur për atë objekt arkitektonik lidhjet, ngjarjet, zhvillimet e koncepteve zhvillimore të një shoqërie të caktuar në kohën e caktuar sipas ngjarjeve dhe ndodhive historike. Ndërsa historiani Albando Bruna pohoi se libri është punuar me kujdes të veçantë, duke sjellë sqarime, fakte historike, fotografi, të cilat faktojnë periudhën e qëndrueshmërisë së këtij kulti fetar. Prezanton pasurinë historike dhe kulturore të Gjakovës, siç është kjo xhami, duke fokusuar në origjinën urbane, zhvillimin ekonomik dhe ndikimin e vakfit e Sulejman Hadomagës, ndërtuesit të kësaj xhamie madhështore, i cili i kushtoi një vëmendje në libër, i kushtoi një vëmendje personale këtij personi real me ndikim konkret në formimin e shtetit. Ky libër është përpiluar me kujdes, duke shtjelluar lëndën në mënyrë sistematike, mbështetur në metodologjinë shkencore bashkëore të përmbledhur në 174 faqe, që ndohen në 3 kapituj sipas një renditje kronologjike me sqarime dhe plotësime përcjellëse, me dokumente, fusnota, faksimile, fotografi e tjerë. Autori i monografisë, Agron Muçaku, shpreh se gjatë punimit të librit ka siguruar 20 dokumente nga arkiva e Stambollit, prej të cilave disa publikohen për herë të parë. Sulejman Hadomaga, edhe pse një pjesë të jetës ja kushtoi shërbimit në pallatin sultanit, lidhja e tij me vendin mbeti e gjallë dhe e pathyeshme. Ai ndjeu madhe për të kthyer, për të dhënë kontributin e tij atje ku kishte rënjën dhe zemrën. Dhe këtë realizoi duke ndërtuar xhaminë e Adumit dhe gjithë kompleksin përreth dhe më gjerë, duke u bërë praktikisht themeltari i qytetit urban të Gjakovës. Sot me bindje të plot mund të themi se pa pasurinë e tij, pa vakufin e tij dhe pa vizionin e tij urban, Gjakova nuk do ta kishte fizionominë që ka sot. Promovimi i librit Xhamia e Sulejman Hadumagës është mundësuar nga Shoqata e Intelektualëve Jakova. Në shënim të ditës së flamurit dhe në nderim të adhetarit Smail Haradinaj, sot në Gjakovë është mbajtur turneu ndërkombëtar Open Muay Thai Kosovo. Pjesëmarrja e sportistëve në edicionin e 5 radhë ishte e kënaqshme në përbërje të disa shteteve, të cilët ofruan meqe atraktive gjatë gjithë kohës. Në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakovë është mbajtur turneu ndërkombëtar Smail Haradinaj, Open Muay Thai Kosovo, ku morën pjesë garues nga 8 shtete, përfshirë Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Kosovën. Ky turne tashmë është shndruar në një ngjarje tradicionale sportive, e cila këtë vit zgjati 2 ditë dhe u mbajt në prag të festës së 28 nëntorit. Në këtë garë çdo vit marrin pjesë 5 deri në 10-15 shtete. Edhe në këtë vit nuk ka mungu pjesëmarrja e shteteve, kanë marrë pjesë 5 deri në 6 shtete, po ka qenë si pasojë jo pjesëmarrës shumë që kanë marrë pjesë, shkaku që ka qenë kampionati evropian para 3 ditë në Greqi, edhe shtetet janë fokusuar ka kampionati evropian dhe këtë garë nuk kanë mujtë të marrë pjesë, po sidoqoftë kanë qenë pjesëmarrës Kosova, Maqedonia, Montenegro, Shqipëria, edhe kështu që janë duke zhvilluar do meqe shumë të mira, janë të zhvilluar meqe shumë profesionale, kemi si federat garues shumë të mirë.
Turneu Smile Haradinaj është tradicional dhe këtë vit është mbajtur për 2 ditë, duke u përputhur me datën e festës kombëtare të 28 nëntorit. Në përmbyllje të turneut u ndanë edhe çmimet për më të mirët e garës. Taj bokseri me fair play u shpall Amar Ahmeti nga Maqedonia. Çifti më luftarak u vlerësuan Sali Hajdaraj dhe Eros Berisha. Si bokseri huaj më i mirë u shpall Dragomir Vukajnović nga Mali i Zi. Tekniku më i mirë i turneut u vlerësua Skender Lala nga Shqipëria, ndërsa fituesi i turneut Smile Haradinaj për këtë vit u shpall Domenik Nrecaj nga Kosova. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titut kryesor të këtij edicioni. Shqiptarët në të gjitha vendet shqipfolëse festojnë sot festën e flamurit. Në Gjakov është promovuar sot libri monografik Xhamia e Sulejman Hadum Agës i autorit Agron Muçaku. Në ditën e flamurit në Gjakov u mbaj turneu ndërkombëtar Open Muay Thai Kosovo në nderim të veprimtarit Smile Haradinaj. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.